Shqipëria ka qenë i vetmi kom në Evropë i dënuar për të zhdukur së bashku me gjuhën dhe kulturën e tij. Por koha tregoi se ky popull ka një të shkuar historike, një të tashme plot përpjekje për të integruar me kombet europiane dhe një të ardhme optimiste. E për këtë një kontribut të shquar kanë dhënë akademikët, të cilët kanë ndihmuar në zgjidhjen e një sër çështjesh nga fusha të mbar hapësirës shqiptare. Për të nderuar këta themelues të mendimit të ri shqiptar dhe 40 vjetorit të themelimit të institucionit më të rëndësishëm shkencor në Shqipëri, mori pjesë dhe shefi i qeverisë shqiptare Sali Berisha, kryetarja e kuvendit zonja Jozefina Topalli dhe personalitetet të tjerë në vend. Një vështrim pas në kohë na tregon se sot, në këtë 100 vjetor, Shqipëria ka 100 arsye për të ndjerë krenar, theksoi kryeministri Berisha, i cili shprehu të gjithë mbështetjen e qeverisë për të pasuruar më tej ndërgjegjen, historinë, kulturën e kombit. Ne ecim sot të sigurt në rrugën e integrimit evropian, por në këtë rrugë vendimtare është eliminimi, kapërcimi i të gjitha barierave, pasojave të ndarjes së shqiptarëve. Motoja jonë do të jetë të bashkohemi njëri me tjetrin, të bashkohemi me Europën. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Evropës, me qendër në Salzburg, Austri, i jep kryeministrit Berisha titullin honoris causa, me motivacionin për mbështetjen, promovimin dhe nxitjen e shkencës. E pranoj këtë si detyrim dhe përgjegjësi për të mbështetur gjitha mundësit, lirinë akademike të vendit tim, mendimin akademik si qëndrimi më i merituar ndaj nderimit të madh që ju mbët. Akademia e Shkencave të Shqipërisë, e themeluar në vitin 1972, sot ka 26 antar akademik, 13 antar akademik të asociuar dhe 26 antar nderi.